Përshëndetje. Në dasmat tona shqiptare ndodhin shumë gjëra. Veshje të shkëlqyera, valle pafund, muzike përkryer, ushqim i bollshëm dhe mbi të gjitha para që fluturojnë si petale në ajër. Por nëse vini re me kujdes, do të kuptoni një detaj interesant. Paraja nuk shkon te ata që martohen, shkon tek orkestra apo tek këngëtari. E kemi bërë zakon që të thrasim në dasëm roft çifti, por ndërkohë është ai muzikanti, klarinetisti apo këngëtari që ron më mirë pas dasmës. Po pse ndodh kjo? Duket si një gjë e zakonshme që nuk e vëm kurrë në pikpyetje. Kështu bëhet gjithmonë, lere tani. Kështu na thon të rriturit. I takon muzikantit se po këndon, po bën aheng. Më thot një tjetër. E vërteta është se kjo sjellje ka rrënjë më të thella se sa duket. Natyrisht që ka dhe arsye psikologjike që na bëjnë të veprojmë kështu. Ne nuk japim, ne shfaqemi. Shumë nga paratë që u hedhin muzikantëve nuk janë dhuratë. Janë performancë, një mënyrë për të treguar se unë kam, se unë jap dhe unë bëj figurë. Është pak si reklamat në rrjetet sociale. Nuk ka rëndësi çfarë blen, rëndësi ka që të tjerë të shohin që ti po blen. Në psikologji kjo është forma më klasike e pohimit të vetes në mënyrë publike. Një nevojë e brendshme për të treguar se sa i vlefshëm, i suksesshëm, i respektuar je. Dhe në një ambient si dasma, ku gjithçka ndodh në sy të fshatit, të lagjes, të familjes, të farefisit, të shokëve, kjo nevojë rritet akoma dhe më shumë. Aq më tepër në një kulturë si jona, ku ç'thon të tjerët ka rëndësi jetike. Orkestra është skena më e përshtatshme për këtë lloj shfaqjeje. Muzika është e zhurmshme, njerëzit janë në lëvizje, kameramanët janë aty, fotografët aty, dritat që shuhen e ndizin, dhe ti me një tuf 50 në dorë bëhesh për pak minuta kryefjala e natës. Dhe kur askush nuk të njeh, tani të njohin të gjithë. Po çifti thjesht një pretekst i bukur për të qenë aty. Ironikisht çifti që martohet nuk është as përfituesi kryesor i dasmës. Janë organizatorët, janë orkestra, këngëtarët, kameramanët, salla e dasmës, dhe në fund të fare, ndoshta vjen edhe çifti. Ata janë si një poster që jep kuptim eventit, por jo domosdoshmërisht përfiton nga ai. Çfarë marrin çiftet në dasmë? Dhurata në zarfa, të futura më pas në një qese, të mbledhura nga një kushëri në një fletore që regjistron emrat e atyre që sollën, pa shumë ceremoni, pa drita, pa duar trokitje, pa muzikë fare. Kurse parat për orkestrën hidhen me tam-tame, me fishkëllima, me një mbushe në sfond, e duket si një grusht argjendi në një dasëm romake. Po pse i hedhin parat muzikantëve apo këngëtarëve? Kështu është zakoni. Kjo është përgjigjja që na qetëson ndërgjegjen. Por kur fillon të analizosh, kuptos që shumë zakone kanë lindur për arsye të tjera. Në të shkuarën, orkestrat ishin shpesh njerëz të njohur nga zona që merreshin për një punë që nuk pagohej fiks. Prandaj hedhja e parave ishte mënyra që njerëzit të kontribuonin sipas mundësisë dhe të shpërblenin emocionin që ata merrnin. Por sot, orkestra ka tarif, edhe DJ sigurisht, dhe gjithsesi parat shtesë i marrin si bakshish, e prap publiku se kurse në këtë shfaqje të vogël egoje, që e ka më shumë lidhje me atë si dua të dukem, se sa me kë dua të ndihmoj. Edhe dasma është si një sken për vetvlerësim. Në psikologjinë sociale flitet për nevojën që ka njeriu të konfirmojë vlerën e vet përmes syve të tjerëve. Dasma është një nga këto vende ku njeriu ka rastin të luajë rolin e bujarit, të fortit, të dorëlëshuarit, dhe nëse kjo s'është e vërteta në jetën e përditshme. A i keni vënë re që ndonjëherë njerëzit që s'kan paguar dot as dritat për 3 muaj, në dasmë hedhin 100 euro në ajër. Kjo ndodh sepse për ta ato pak minuta vlen më shumë se 3 muaj qetësi. Ata ndihen ndikushi. Dasma
nuk është vend për racionalitet, është vend për simbolik sociale. Tani, po sikur të ndryshon kjo histori. Imagjino një dasëm ku në vend që të hedhin parat mbi kokën e klarinetistit, i ja dorëzojnë çiftit në një zarf publikisht me një fjalë të mirë, me një përqafim, me një ndjenjë, pa bujë, por me dashuri. Do duke e çuditshme. Ndoshta, po sepse nuk kemi mësuar, por ndoshta do të ishte më njerëzore kjo që po them. Po sikur të linim pak më njanë dëshirën për të bërë spektakël me paran dhe ta përdorim atë për të ndihmuar realisht dy të rinj, që nesër do të përballen me jetën bashkë dhe do të hapin një shtëpi të re. Ata janë me kredi, sigurisht me çmime, me lodhje, me përgjegjësi, po kjo do të ishte një revolucion i heshtur në dasmat tona. Një kthes nga shfaqja te ndihma, nga vetë reklamimi te kujdesi për tjetrin. Dhe së fundi do të thosha, nëse dasma është festë e dashurisë, atëre le ta bëjmë të tillë. Dashuria nuk ka nevojë për para në ajër, ka nevojë për ndihmë, për mbështetje, për fjalë të mira. Nëse do të hedhësh para, bëje me zemër, jo me ngut për të dukur. Nëse do të ndihmosh çiftin, ndihmoje, edhe jo vetëm ritmin e muzikës. Nuk do të them që të mos shpërblejnë muzikantët, as këngëtarët, përkundrazi. Ata bëjnë një punë të lodhshme gjithë natën dhe e meritojnë. Por të mos harrojmë që pas dritave të dasmës ka një çift që do të zgjohet nesër e të përballet me jetën. Dhe atyre nuk u mjaftojnë urimet e jetë gjatë, u duhet edhe pak ndihmë reale. Sepse në fund të fundit orkestra apo këngëtari largohet me parat. Çifti mbetet me shpresën. Le të mos harrojmë ata që po martohen se s'janë pjesë dekorative, janë arsyeja që ne jemi aty atë mbrëmje. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.